Ajo thirrje më sheh diçka tjetër. Unë sinqerisht po them jam politikani më i vjetër shqiptar të Jugosllavisë. Jam i shokuar, i frapuar me përfityrimin e Zotit Ahmeti, me prostitucionin e tij politik, me mënyrën se si i larritet dhe i lutet Miskosit që ta merr në qeveri, me mënyrën se si vazhdon të gënjej, të mashtroj dhe të rrej. Sinqerisht mendoj se ai është kanceri i politikës shqiptarëve të Maqedonisë, tashmë edhe me dy metastaza, me Zjadinin edhe me Taravarin. Pa u eliminu këta për skenës politike është shumë e vështirë, shumë e rëndë që të rishëndoshet skena politike. Gjithë kjo të bën të brengosës shumë, po unë mendoj se PDSH dhe njerëzit që mbështesin PDSH-n vetëm e përforcojnë bindjen e ringritjes së PDSH-s. Kjo piskon, kjo dhel për në qujtun Ali Ahmeti që i digjet bishti tash dhe me çdo kusht prostituohet që të shkoj drejt qeverisë, duhet ndërpritet urgjentisht, ai duhet tërhiqet, largohet për skenës politike. Unë ati i them sot vetëm një të vërtet madhe kapitale historike. Pse ai nuk bën luftë? Pse ai sot nuk bën kryengritje të armatosun masi gjendja qenë kaq e vështirë dhe kaq e rëndë, më e keqe se 2001. Ai ka përgjigjen, po se jep, po ja jap unë. Së në bën se tash se ka udhbën me veti. 2001 e kishte udhbën me veti, për të dëmtu organizimin politik shqiptarëve, për të dëmtu PDSH-n. Kështu që mendoj se është momenti i fundit që ai të largohet dhe metastazat e tij të largohen dhe rikthimi i PDSH-s të jetë një rikthim i opozitarizmit etnik të vërtet shqiptarëve.